vetë, por gjithsesi. Jo, se nuk është konferenca vitit ri. Kryeministër, sepse ju kur jeni jashtë i përgjigjeni të gjitha llojeve të pyetjeve. Do t'i japësh mikrofonin që do t'i japë mos humni kohë se nuk do ta kemi shumë gjatë këtë. Do ketë një parashikim për orarët kur punohet nëpër kantiere, sepse Tirana zgjohet edhe fle me zhurmën e betonierëve, makinerive, aq sa mund të flihet në këtë zhurmë. Do të ketë masa, do ketë orare të përcaktuara sepse kuptojmë që këta janë kostot e zhvillimit të qytetit, por është e pamundur të vazhdohet të jetohet me këtë. Tani oraret e kantierëve nuk janë çështje ligjesh edhe kodesh. Oraret e kantierëve janë rregulla që vendosen nga autoritetet vendore, por është provuar kjo punë edhe natën, është provuar edhe ditën jo se na bllokohen rrugët, natën jo se kemi zhurmë. Tani ndonjë mundësi tretë që s'është as ditë, s'është as natë, nuk ka, por kjo është një çështje e autoriteteve vendore dhe sa më shumë hapësirë t'ju jepet të mund të ndërtojnë, aq më shpejt do ndërtojnë. Sa më shumë të zgjatet duke ia ngushtuar hapësirën, aq më problem është. Kështu që nuk është çështje e qeverisë kjo. Një çështje që ishte parashikuar të ndryshimet, ishte në mos gaboj ligji 107 për planifikimin e territorit, ku ju thoni që nuk do të prisni, nuk do të ketë asnjë masë pezullimi që do të pengojë punën e autoriteteve në rastet e shkeljeve. Si mund të mos merret parasysh një vendim pezullimi nga gjykatat? Duhet ta lexoni me vëmendje të dispozitën, të detajuar ashtu siç është, edhe është plotësisht ligjore.